Ja ku erdhëm te Apostulli. Jeta e Nolit, 1906-1920. Unë kisha nderin në emër të Vatrës në Boston të bëja prezantimin e librit Brenda ambjenteve të Harvardit që në mars të 2024-s. Aty ku Noli kishte studiuar dhe ishte student i parë shqiptar në Harvard. Them drejtën, ishte një emocion i lirë i veçantë për mua, por besoj dhe ju kishit njëjtën ndjesi atë ditë nga bisedat që po bënim. Por pse vendosët studionit Fanolin? Po, ishte një vendim i logjikshëm, unë isha marrë me Kornicën, edhe duhet merresha patjetër me Nolin, sepse si një figurë shqiptare-amerikane, mendoj se ja vlente, edhe ne të dy kemi këtë të përbashkët, që jemi të dy shqiptar-amerikanë. Kështu që mendova se do ishte diçka me vlerë. Dhe ju futa Nolit, po me shumë ngurrim, në thënë drejtën, sepse për Nolin janë thënë aq shumë gjëra, janë shkruar aq shumë libra, por një problem ishte se shumë gjëra ishin përsëritur nga një libër në tjetrin, dhe shumë gjëra ishin dhe të pa dokumentuara. Po mirë, ky fakt për shembull, Noli shkoi në Harvard, Noli bëri këtë, Noli bëri atë, po ku i ke gjetur këto gjëra? Nga i ke? Cili është burimi? Dhe unë vendosa të shkruaja një libër ku të tregoja edhe burimin e dokumenteve që kisha gjetur. Për shembull, kjo gjë është gjetur në arkivin rus, në arkivin qendror të Shqipërisë, në arkivin e kishës së Bostonit e kështu me radhë. Edhe mendoj se kjo është me vlerë dhe për studiuesit. Dhe kur punon njeriu me arkiv, ka një pamje shumë më të qartë për gjërat. Për shembull, është një rast kur Noli hyn në një problem kështu korrupsioni, e akuzojnë për korrupsion, u bë problem mes shqiptarëve të Amerikës, kjo gjë, dhe duhet sqaruar, Noli ishte shumë i nxehur dhe donte të shlyen, të pastronte atë emrin e tij të mirë. Dhe më në fund rezultoi që grekët i kishin punuar një lloj intrige, po një rreng, dhe ai shpëton nga kjo, dhe Kornica del me një deklaratë në gazetën Dielli. Kjo është e vitit 1910, imagjino, 120 vjet përpara. Del me një 115 vjet, del me një deklaratë ku thotë që Noli i përngjan atyre priftërinjve të rilindjes italiane, thotë. Dhe njerëzit e citojnë këtë citim të Noli, e përmendin këtë citat, e përmendin të Kornicës, e përmendin her pas here, por nuk e kanë kontekstin, përse Kornica duhet ta thoshte këtë në atë kohë, pikërisht në atë kohë.